Një situatë e papritur ka krijuar konfuzion dhe debate mes banorëve të Big Brother VIP Kosova 4, pas lajmit se Labinoti kishte lënë shtëpinë e famshme. Sipas informatave fillestare, largimi I tij u justifikua me arsyen se gjyshja e tij ndodhej në gjendje të rënduar shëndetësore. Ky informacion I u përcoll banorëve nga Benita, e cila mblodhi të gjithë dhe I informoi për situatën, duke shkaktuar reagime të menjëhershme dhe shqetësim në shtëpi. Për disa orë, banorët mbetën të pasigurt, duke diskutuar rreth gjendjes së Labinotit dhe duke ndjer mungesën e tij brenda lojës. Disa prej tyre shprehën ankthin e tyre dhe u përpoqën të kuptonin se si do të ndikonte ky largim në dinamikën e shtëpisë. Atmosfera ishte e tensionuar dhe paqartësitë krijuan një seri diskutimesh mes banorëve. Megjithatë, situata mori një kthes të papritur kur Labinoti u rikthye në shtëpi pas disa orësh. Banorët zbuluan se largimi I tij nuk ishte real, por pjesë e një skeme që u keq interpretua, duke I rikthyer të gjithë në një situatë të papritur dhe të ngarkuar emocionalisht. Rikthimi I tij ngjalli komente të shumta, me disa banorë që e konsideruan episodin si një veprim të dobët apo një lojë të panevojshme nga ana e Labit, ndërsa të tjerë shprehën lehtësim dhe entuziazëm për rikthimin e tij. Situata vazhdon të jetë temë diskutimi brenda shtëpisë dhe ka shtuar tensionin mes banorëve, duke I dhënë lojës një dimension të ri dramatik dhe duke mbajtur publikun të angazhuar me zhvillimet më të fundit.